Me heqjen e landfillit Elbasanit nga kthetrat e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit në nëntor 2021 dhe kalimi në pronësi të 7 bashkive të qarkut, u mendua se kjo kompani shpëtoi nga vjedhjet dhe do vihej në punë inceneratori i djegjes së mbetjeve e prodhimit të energjisë elektrike. Por në vend të tyre fillimisht u caktua administratore Ariola Mehmetaj, të cilën e hoqën pas një viti me urdhër të klanit mafioz qeveritar dhe bandave të Elbasanit. Nga që nuk ishte snafe për të fshehur vjedhjet që ishin bëre për të vazhduar vjedhjet me letra fiktive, më 20 tetor 2022 me urdhër të Gledian Latjasi, kryetari i Bashkisë së Elbasanit, që ka 52% të aksioneve në landfill, dhe me dakordsinë e 6 kryebashkiakëve të Librazhdit, Gramshit, Peqinit, Cërrikut, Prenjasit dhe Belshit, administrator u emërua Leli Kraja, i njohur si urithi i vjedhjeve. Para ca ditësh, administratori Leli Kraja dhe 3 zyrtarë të Eko-Elb u shoqërua në polici me urdhër të prokurorit Xhelian Seferi si persona në nënhetim për shpërdorim detyra me objekt zjarrvënie të qëllimshme të mbetjeve për të fshehur mashtrimin që inceneratori nuk punone për korrupsion. Administratori Leli Kaja, gjatë 2 viteve e gjysmë në krye të landfillit Elbasanit, ka bërë raporte false sikur inceneratori është në gjendje pune për të justifikuar vazhdimin e vjedhjes së milionave tender fiktiv, përgjoja sistemimin e mbetjeve, përvënien në funksionim të inceneratorit për testimet teknologjike, mirëmbajtjen e tij dhe matjen e ndikimit në mjedis. Pasi e kanë marrë në pronësi landfillin Bashkia e Elbasanit dhe 6 bashkit Librazhd, Gramsh, Peqin, Cërrik, Prenjas e Belsh kanë paguar 8 milion euro për depozitimin dhe djegjen e mbetjeve. Paçka se inceneratori nuk punon dhe mbetjeve u vjet zjarri në shesh grumbullim, por rezulton se janë vjedhur afro 5 milion euro për gjoja kapsulimin e tyre. Sipas hetimit paraprak, rezulton se administratori Leli Kaja ka bërë letra shpenzimesh false edhe për paga fiktive punëtorësh tepër që nuk janë në Shqipëri. Ka bërë tender fiktiv për gjoja ekspert, karburante, pjeskëmbimi inceneratori, veshje pune e buldozer me qera, të cilat ja ka miratuar bordi që përbëhet nga drejtor të 7 bashkive. Kur Leli Kaja e thiri prokurori i çështjes, ai nuk ja çoi dosjet e aktivitetit financiar të shoqërisë Eko-Elb Fsha, ndërsa kur prokurori shkoi te zyrat e landfillit, nuk gjeti atje as administratorin dhe as dosjet e aktivitetit ekonomiko-financiar derisa prokuroria i gjeti dhe i sekuestroi. Por Leli Kaja ka 3 dosje të tjera penale në prokurorinë e Elbasanit për mashtrime, falsifikime, grabitje tokash e trojesh, ndërtime pa leje për të fortët e për vete, mbi troje publike të zaptuara me letra false gjatë viteve 2007-2021, kur ishte drejtuesi i Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Elbasanit, dosje penale që janë lënë në heshtje. Po hetohet fakti që me pagën si administrator dhe pagën e bashkëshortes Nada Kaja, teta, në degën e sigurimeve shoqërore Elbasan, urithi Leli Kaja ka deklaruar 5 shtëpi, 2 njësi tregtare, makina të shtrenjta e disa llogari bankare, por ka edhe pasuri të fshehura në emër të familjarëve të tij. Në muajin janar 2020 ka marrë kredi bankare 51.000 euro, të cilën do ta shlyej për 6 vite me kost mujor 1.000 euro. Si dhe ka bar kafe restorant Gjesi me sipërfaqe 500 m2 në distancë 100 metër larg drejtorisë policisë Elbasan, pasuri që i ka vënë në vitet kur ishte drejtues i Inspektoriatit Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Elbasanit. Ky drejtues, përveç hetimit që po i bëhet për vjedhjet në landfill, ka 2 procedime të tjera penale për vjedhjet nëpërmjet tenderëve dhe nga falsifikimi i të ardhurave të faturave të ujit, kur ishte drejtori i ujësjellësit të Elbasanit në periudhën shkurt 2021 tetor 2022 e të tjerë.